të njerëzve dhe përdorimi i telefonit kur vozici nuk ka mundësi tash të përshëndrohet edhe në telefon, edhe në përzgjedhjen e numrit, edhe në shkruajtjen e mesazhit, edhe përshtatjen e rrugëve apo tash shiqimin e shenjave të komunikacionit apo shpejtësisë. Dhe është shkaktor shumë i shpesht edhe i fatkeqësive që po ndodhin edhe me fatalitet ose jashtë kontrollës që po ndodh vetë aksident ose përshkakton me personin tjetër. Mandej, mos respektimi i ligjit, mos respektimi i rregullave të komunikacionit është dukuri shumë e madhe. Mandej shihet edhe në zonat urbane një agresivitet i qytetarëve, është mungesë e kulturës në komunikacion që njerëzit të jenë të madurueshëm, të jenë sikur çdo ku i ngutet, çdo kush përzgjedh nëse është dikush në kolon të prit e përzgjedh në trotuarin nëse përzgjedh në ndonjë hapësirë, vetëm ka mundësi që te kalon dhe të lëviz, duke mos llogarit që i pengon të tjerë dhe tjerë, derisa një pjesë e tyre e respektojnë rregullën, e respektojnë shenjën, e respektojnë ligjin, ata të tjerët hyjnë. Prezenca e policisë për ndikimin në të gjithë këta faktorë, po pajtohem plotësisht me profesorin që tha, faktori kryesor është faktori njeri. Na jemi ata që i shkaktojmë këto fatkeqësi. Na jemi ata që kryjmë vrasjen i farforme në komunikacion, sepse kur ndalemi te dashja, askush nuk e pranon dhe askush nuk ka mundësi që të fajsohet që e ka dëshiruar pasojën e vdekjes. Por ato ndodhen për atë arsye dhe i thojnë edhe fatkeqësi. Policë rrugor, ose janë masat ndëshkuese të mjaftueshme në mënyrë që ndoshta njerëz edhe të reflektojnë në mënyrën se si sillen në komunikacion. Nëse i shiqojmë statistikat e etiketave që çdo mëngjes raportohen policia që i shkruan brenda 24 orëve të fundit, është numër 8 i lartë. Nëse i shohim masat që policia i merr patent shoferat për mos përshtatje shpejtësisë, për bisedë në telefon, për përdorim substancave alkoolike apo substancave tjera, jenë shumë të mëdha që tash ju shqiptojnë edhe masa mbrojtëse ndalim drejtimit të automatit për 3 muaj, 6 muaj në vit, apo marrja e pikëve edhe marrja patent shoferit për një vit. Mirë po, unë ma shumë e shoh këto si mungesë e kulturës në komunikacion që njerëzit do të dinë që jenë në komunikacion që nuk jenë vetmit ata, por ka dhe shumë pjesëmarrës tjerë dhe duhet normalisht që t'ja përshtatin shpejtësinë edhe rrugëve, edhe kushteve, një shi me radhë në Prishtinë,